Jo vetëm në Shqipëri, por Ervin Mata duket se ka hesape të hapura edhe me drejtësi në Brazil. Sipas mediave të huaja, gjykata e lartë federale në Brazil ka lëshuar urdhër arrest për biznesmenin Ervin Mata, i cili dyshohet se fshihet në këtë shtet pasi është në kërkim ndërkombëtar me urdhër të prokurorisë së posaçme. Referuar mediave të huaja, shteti brazilian mësohet të ketë lëshuar urdhër arrestin me datën 23 shtator për akuzat e trafikut ndërkombëtar të drogës, ndërkohë Mata vjen ende të jetë në kërkim. Kujtojmë gjithashtu se Ervin Mata është shpallur në kërkim në nëntor të vitit 2023, i akuzuar nga SPAK për grup të strukturuar kriminal në fushën e trafikimit të lëndëve narkotike nga Amerika Latine në Europë. Në dosjen voluminoze të prokurorisë janë përfshirë në total 11 persona në këtë grup kriminal, ndërta dhe ishte nën drejtori i policisë së Tiranës Erzem Breçani dhe djali i tij Eralbi Breçani, ky i fundit kunati i Ervin Matës. Sipas SPAK, organizata me në krye Matën ishte përfshirë në trafikun e kokainës. Kjo e dokumentuar pas goditjes së 4 episodeve nga autoritetet e huaja, pasi u sekuestruan lëndë narkotike në Holandë, Brazil, Kolumbi dhe Spanjë. Ndaj Matës janë ngritur akuzat dhe për sigurimin e kushteve për vrasjen e 2 personave në Shqipëri. Jo vetëm kaq, por emri i Ervin Matës u përfol shumë dhe në masakrën në Ish-bllokut, ndodhur me datën 4 tetor të vitit 2018, ku ai u përplas me armë zjarri me Ervis Martinajn, ku përpasoi mbeti i vrarë Fabian Gaxha.